gati 3 muaj në burgun serb Hazir Haziri, ku familja e tij kërkon reagim të menjëhershëm të institucioneve të Kosovës. Vajza Hazir Haziri, 77 vjeçarit nga Kosova, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe që nga 8 shtatori ka bërë thirrje urgjente institucioneve të vendit që të ndërhyjnë për lirimin e tij. Ajo thot se familja po jeton në ankth të vazhdueshëm për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, të moshuarit dhe mungesës, siç pretendon ajo, trajtimit adekuat. Anita Haziri shprehet se babai i saj po mbahet në kushte të pasigurta ndaj presioneve psikologjike dhe fizike. Hazir Haziri është arrestuar në pikën kufitare në Merdar në dyshime të autoriteteve serbe për përfshirje në krime lufte në Podujev gjatë viteve 98-99. Familja e tij mohon çdo akuzë duke i quajtur ato të pabazuara. Në anën tjetër, në fund, familja e tij mohon çdo akuzë duke i quajtur ato të pabazuar dhe duke pritur për lirimin e tij sa më të shpejtë.